Nuk e di për emigrantët e tjerë, por personalisht protesta në Shqipëri po më jep shpresë që ai vend ka për t'u bërë, edhe këtë e them si një emigrante prej 3 vitesh në Gjermani. Unë kam ardhur të bëj shkollën këtu, kam bërë masterin, edhe patjetër që para se të vija dhe gjatë kohës që kam qëndruar këtu e kam parë si një mundësi shumë herë më të mirë se ajo që do më ofronte Shqipëria praktikisht. Dhe patjetër që gjërat këtu funksionojnë shumë herë më mirë, janë shumë më të rregullta dhe nuk ka padrejtësi ashtu siç ndodh në Shqipëri. Kësaj radhe që po shikoj që shumica e rinisë shqiptare janë ngritur edhe po protestojnë për të drejtat e tyre, realisht më duhet gjëja më e bukur. Unë kisha krijuar këtë idenë që rinia shqiptare është në kafe dhe ç'është e vërteta ashtu ka qenë. Por tani që i shoh që janë aktivizuar edhe po mundohen, realisht po më jep shpresë për vendin, edhe po më jep shpresë që mbase vërtet kemi nisur një evolucion edhe kjo gjëja do rregullohet. Të paktën kështu shpresoj me shpirt. Por kjo video dua që patjetër të jetë për migrantët. Nëse nuk keni marrë akoma pjesë në protestat e diasporës, duhet ta bëni patjetër. Një e para sepse po ngrihemi për vendin ton, e dyta sepse është një ndjesi shumë e bukur, edhe e treta sepse njerëzit duhet ta gjojnë këtë që po ndodh kësaj radhe me Shqipërinë. Edhe duhet që të gjejmë një zgjidhje për këtë gjë. Dhe kam dëgjuar gjithashtu një koment këtu në TikTok që na vjen turp se njerëzit nuk njohin ku i bie Shqipëria, dhe në fakt nëse dikush nga Europa nuk njeh ku i bie Shqipëria, është problemi i atij dhe jo i joni. Nuk është ideja që ne të bëjmë investime të tilla apo të shesim tokën tonë që njerëzit na njohin, kemi mundësi komplet të tjera për t'u njohur, pavarësisht se shqiptarët dhe Shqipëria njihet kudo tashmë. Po e mbyll këtu këtë video, shumë faleminderit që më ndoqët dhe mos harroni, Shqipëria është e jona.